Pozicioni i Rusisë për pronësinë e Krimes, që nuk është në diskutim, është plotësisht në përputhje me atë të presidentit amerikan Donald Trump, tha Kremlini të njëjtën. Kjo vjen pas kritikave të Trumpit mbi komentet e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për Krimen, të cilën Rusia e aneksoi nga Ukraina në vitin 2014, përpara se të fillonte pushtimin në shkallë të plotë në shkurt 2022, ndërsa Kievi kërkonte të antarësohej në NATO. Kjo përputhet plotësisht me qëndrimin tonë dhe atë që kemi thënë për një kohë të gjatë, u tha gazetarëve të njëjtën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Komentet do të nxisin tani frikën e evropianëve se Trump është i gatshëm të bëjë kompromis me Rusinë për paqe, por administrata Trump ka thënë se paqja është e mundur vetëm duke kuptuar pikpamjet e të gjithëve, përfshirë ato të Rusisë. Shtetet e Bashkuara po kërcënojnë të largohen nga ndërmjetësimi i procesit nëse nuk arrihet përparim i shpejt. Trump ka shkruar në platformën e tij Truth Social më herët se Krimea humbi vite më parë dhe nuk është më as pikë diskutimi, duke akuzuar Zelenskyn se ka dëmtuar procesin e paqes me deklaratat e tij për gadishullin e rëndësishëm strategjik në detin e Zi. Zelensky ka thënë se Ukraina nuk do ta njohë ligjërisht pushtimin e Krimes dhe nuk ka asgjë për të diskutuar në këtë pikë. Kjo është kundër kushtatutës sonë, tha ai. Askush nuk i kërkon Zelenskit që të njohë Krimen si territor rus, por nëse ai do Krimen, pse nuk luftoi për të 11 vite më parë, kur ju dorëzua Rusisë pas një të shtënë, shkroi Trump në Truth Social. Janë deklarata nxitëse si ato të Zelenskit që e bëjnë kaq të vështirë zgjedhjen e kësaj lufte. Ai mund të ketë paqe ose mund të luftojë edhe për 3 vite të tjera përpara se të humbasë të gjithë vendin, theksoi Trump.